Allah, Allah, sa fort kanë qenë sahabet. Thuj se ajo dit u ba për ta kiamet. Dynjaja në sytë atyne unë zi au erë. Si mos të erej, vdish i dashmi pejgamber. Si do mos zonja ma dhe Fatime. Sa roj 6 muj si u pren lot tu qapërte. Ima me i thoshin qosh këj my mësybet. O bo bër gjyshin ton në vesh në jetë. Mësybet më të madh, Hasani dhe Huseni. Dhe sahabët e tjerë pejgamberit alayhi salatu nuk kam pa me sytë e tyre. E ishte mësybeti më i madh, fatkesia më e madhe, vdekja e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Imami Aliu në atë minut ka ngri, si mi pas ra Rufeja ai është nxi, lajm i ziu për hapsive tim gjithka, krejt Medineja u dynë për atë padisha. Truma, erdhën për me vërtetu, atë lajm të zi, që s'doshin me besu, por shumë kush nuk desh me zan besmat orë, fort Ymeri me këlliq ndorë, thojte, asje s'pari a i në gjami, sot ma mirë se për dit, a nuk pat gdhi, ndoshta që ata ethet forta e kanë kap, por munafikët, atë lajm dun me përhap, vallahi, a i që të më thot se a i ka vdek, ma të qas kokën me këlliq kanë për të hek. Pastaj vjen Ebu Bekri futet në shtëpi, ja ngren yrtin prej fytyrës tij, e pas e kishte vdek tha inna lillah, 2 herë se vdes Rasul në vet ai Allah, e puthin ball pejgamberin tu i vajtu, pastaj ehli bejtin e kanë ngushullu, i thotë Aliu të Abbasit or shok, qofshi vend shnosh, mlidhi me në kokë, se njerëzit vdesin, vetë Zoti është baki, lypse të bëjmë durim në kashi urnit ti. Mbas tyne fjalëve ai prej andej ka dalë, ka shku në xhami, ka mbajt në mimbert, ka mbajt këto fjalë, vllazën musliman tha ta dini të tanë, se sot ka ndrua jetë pejgamberi jon, kush ti ketë besu Rasulit le ta di, sa i vdiq, vetë Zoti është baki. Mbas tyne fjalëve këndoi dhe një ajet, i cili për vdekjen e Rasulit flet. Atëherë sahabëve u erdhi ndërmend kuptimi i ajetit që ai ka përmend, atë ajet të tanë zun me këndu, me fjalën e Allahut dhe janë ngushullu, me vajin buzërinin, me loti kishin syt, por ndaj caktimit Zotit ata ulën kryt. Mas vdekjes së Rasulit disa sahabe prej mallnimit smujtën me netman Medine. Ajo ngjarje në zemër si shigjet ju ngul, prandaj më tjera në vende ata janë shpërngul, si për shembull ai Bilali Habeshi, mas asaj ngjarje smujti me netman në shtëpi, dhe pse ju lut Ebu Bekri trin detyr, unë tha do të luj menç me këtë mënyrë, vorrin e Rasulit sun pa shoh me sy, detyrën teme mas mundem me kry, ashtu shkoi Bilali në kufit Siris, ndeti atje me toqit e ushtrisë, masi nejt 6 muaj gjithnjë tu qa, një natë Rasulullahi nandër e ka pa, e i thot or Bilal, as ka marr malli ty, që se me pa një herë 6 muaj me sy, në atë minut trishtushëm Bilali azju, ash nis më ardh Medine tu i fëgu, sa ka soske me zarin mbi të kara, ja ka sjull takën e tij me lot tuqa, kur e pan imament ashtu përmbys, shkun dhe e ngrejtën se u dhims, edhe ju lutën atij për hatrit tan, të hypsh e të thirr si kot gjyshit një ezan, dhe ai hypi në vend kur tha Allahu Akbar, njerëzit kujtuan se u ngjall prapa i pejgamber. U dyn populli i Medinës u dyn populli i Medinës krejt burra e gra. Dolën prej shtëpiash në për rrugët tuqa. Aman Zot çfarë vaj ka kris Medines, u lan me lot gjithë rrugët e Medines, dhe Bilali smujti me mbaru atë ezan, prej vatimit për gjymës atë e kalan, nga dashtuni e plot, as djeg e përvlu, mat ças ai prap prej Medines është largu. Sahabët kur e kujtoshin atë nebi, shikoni këtë fund poezie. Sahabët kur e kujtoshin atë nebi, qajshin, shkriheshin si qëri, kujtoshin moralin e tij tepër të lartë, edhe këshillat atij të ambla si mjal, mundoheshin fort me i vun zbatim, me bat kundërtën e numroshin krib ata që në burra që në rrugë Zotit u shkrin, ridwanullah.